Ne kemi punuar para ca kohësh, dhe më thënë këtu e 15 vjetë për para, këtë vepër që unë e kam gjetur në një nga botimet e revistës kosovare, e përkthyer nga Dorontina Basha, dhe më provokoi shumë në tema në cilën autori prekte. Nuk fliste vetëm thjesht për një shpërbërje të një marrëdhënie 30 vjeçare, por merrej me gjithçka që ndodh në një çift për 30 vitesh. Të kaluarën e tyre, konsumimin njerëzor, se ne vjen një moment caktuar, kemi probleme në raport edhe me veten, jo vetëm me tjetrin. Vjen një moment dhe ti thua, kaq vite, çfarë kam bërë unë? Ku është jeta ime sot? Kjo që të paktën i ndodh një nga protagonistëve të mi, siç është Fredi në rolin e Xhekut, që vjen me dilemat më dhaja në raport me veten, me jetën, me martesën, dhe i duke sikur një shkëndi, apo si një trak, si një frym në kokë që e bën që të vinë në shtëpi dhe thotë po të lë. Të vendos të ndryshojë, të japë një drejtim tjetër jetës.